Miqtë e 20 vjeçarit portugez Luis Miguel Valea Mendes, i cili u vra me thik në orët e para të mëngjesit të së martës në Ksamil, kanë deklaruar në polici se i riu po përpiqej të ndihmonte një vajzë që po ngacmohej. Sipas medias portugeze CM Journal, grupi që shoqëronte Mendes ka dhënë dëshmi në policinë shqiptare, duke treguar se gjithçka nisi pas një përplasje me disa persona që po shqetësonin një grua në rrugë. Sipas dëshmive të tyre, Luis Mendes ishte i pari që ndërhyri në përpjekje për të ndaluar situatën dhe për të mbrojtur vajzën. Në grupin e personave që dyshohet se po e shqetësonin vajzën ishte edhe Sokrat Vata, i dyshuari kryesor për vrasjen e 20 vjeçarit portugez. Përplasja mes dy grupeve vijoi më tej dhe sipas dëshmive të miqve të viktimës, konflikti u zhvendos deri te radha e hyrjes së një resorti në Ksamil, aty ku policia shqiptare dyshon se ndodhi edhe vrasja. Mendes u godit me thik dhe pavarësisht përpjekjeve për t'i shpëtuar jetën, ndroi jetë si pasojë e plagëve të marra. Sipas raportimit miqtë Mendes kanë treguar në polici se ai nuk ishte pjesë e konfliktit fillimisht, por ndërhyri pasi pa vajzën që po ngasmohej. Ndërkohë hetimet e autoriteteve shqiptare vijojnë për të zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes, ndërsa Sokrat Vata konsiderohet i dyshuari kryesor për vrasjen. Trupi i 20 vjeçarit portugez vijon të qëndrojë në Shqipëri ku pritet i nënshtrohet autopsisë. 13 persona dalin para tokave të zeza në Sarandë ditën e sotme për të njohur me masat e sigurisë pas vrasjes së bujshme të turistit portugez. Ngjarja e ndodhur 3 ditë më parë në ambientet e jashtme të një lokali në Ksamil. Mes personave të akuzuar për pos autorit janë edhe 2 shtetas turq, të cilët e ndihmuan në përpjekjen e tij për t'u arratisur, kamarier të lokalit dhe disa punonjës sigurie. Policia ka kryer kontrolle në 3 qytete të vendit për kapjen e 2 personave të tjerë të shpallur në kërkim. Bëhet fjalë për pronarin e lokalit Principotes, ku nisi sherrri fizik dhe një 29 vjeçar, i cili dyshohet si bashkëpunëtor i kryesor në krim. Ndërkohë në dëshminë e tij, 29 vjeçari Sokrat Vata, i cili punonte si truprojtë Beach Bari, ka theksuar se gjithçka ka ndodhur në kushtet e vetmbrojtjes. Sipas tij, thika ishte e turistit 20 vjeçar dhe se zanafilla e konfliktit ishte momenti që ai u ka kërkuar një grupi turistësh të mbajnë qetësi me pretendimin se këta të fundit ishin në efektin e alkoolit. Vetë ai është nënshtruar ekzaminimeve mjekësore për shkak se ka shenja goditjeje në trup.